Në vitin 1974, duke patur parasysh kontributin tim, më punësuan këngëtar në estradën profesioniste të qytetit të Shkodrës. Në këtë estradë me recital unë kisha 5 vjeç që këndoja. Gjatë premierave dhe shfaqjeve në Shkodër, por edhe qytete të tjera të Shqipërisë, kisha fituar admirimin e spektatorëve. Mbase, në këtë trysni u bëj mundur edhe përfshirja ime në radhën të profesionistëve. Kjo më rriste edhe më shumë përgjegjësinë para mira simpatizantëve që kisha, e shikve të Mirfield, të Ahengur Shkodran. Ndërkohë në këtë estradë, shprehet këngëtari i mirënjohur Shoqëria Rushi në librin Ahengur Shkodran ndaj jetë, drejtues muzike ishte violinisti i talentuar, kompozitori Mark Kaftalli. Ai që jo vetëm virtuoz në vegël, por edhe si drejtues e në orkestrimin e këngëve. Me ton kam shkuar edhe në shumë dasma ku edhe pse ajo është ndryshe nga kërkesat që ka skena, Marku ishte exigjent si për vete dhe për ne, e gjithnjë në interpretim e ekzekutim, kërkonte më të mirë në mundshme. Ne, thoshte ai, nuk kemi profesionistë vetëm në skenën e teatrit, por kudo, edhe në një dasmë dhe në një fshat. Kështu që edhe mjeshtri i madh Duan Borova. Mes profesionistëve të estradës së Shkodrës, edhe cilësia ime të kënduarit fitoi dimensione të reja. Hyri në një rrugë më shkencore, pasi edhe orkestrimet nuk ishin më të qastit apo të mbartura me vesh nga njëri grup të tjetri, por të shkruara nga mjeshtra të tillë si Pjetër Gaci, Mark Kaftalli, Luan Borova e tjerë. Dhe gjithë jetën në shpirtin tim që vetëm kënga ajo nda jetë. Por vjen një ditë kur mosha pënsajnë dhe si çdo artist, edhe unë kthej kokën pas për të parë, se kam lënë ose jo gjurmë në udhën e vështirë e fisnikët e artit. Këtë nuk mund ta them unë, atë e thonë të tjerët, e thonë ata qindra mira spektatorë për të cilët kam kënduar e jam duar trokitur, që nga teatri Migjeni i Shkodrës e deri në Sarandë, që nga Vlora e deri në Prishtinë e Prizren, në mjaft shtetet e tjera para të huajve e shqiptarëve. E thonë ata dhjetra mira dasmor për të cilët bashkë me shokët e mi e kemi bërë Ahengur Shkodran, edhe deri në 4 orë rresht. E thot Shkodra ime që më bëri artist. E mes këtyre dhjetra mira spektatorëve, unë do të veçoj një ndër shikët të mëdhej të Ahengut dhe të këngës shkodrane Cuf Shkrelin, nga lagja e tjera si qytetit Shkodrës, i cili më ndishte kudo që shkoja me grupin, dhe ishte bërë si pjesëtari i tij si në qytet, ashtu edhe në fshat. Të flasësh për Ahengun Shkodran, e të mos përmendesh sa do pak bejte që krijoheshin aty për aty dhe barcoleta që treguheshin, do të se kilon diçka të rëndësishme pa thënë. Të pranishme, ato kanë qenë sidomos në gëzimet familjare në dasma duke sjellë freski e humor, kështu mirëpritura tradicionalisht në çdo mjedis shkodran. Kënga dhe Ahengur Shkodran kanë shoqëruar gëzimet familjare, festat e dasmat jo vetëm në qytet, por edhe në shumë nga rrethinat e Shkodrës, sidomos në zonën e Nën Shkodrës, në anën e malit e deri në Ulqin. Në çdo fshat kishte të ngritur grupa ahengjish. Ata ju afruan shumë qytetit për të marrë dhe kënduar këngën tonë. Disa nga instrumentistët dhe këngëtarët e tyre arritën të bënin pjesë edhe në grupet e qytetit dhe të lënë emrin e shkruar në pentagramin muzikor të këngës popullore shkodrane. U përpoqa sa do shkur të paraqes jo rrugën time artistike, se sa aty sa Ahengur Shkodran që bëm me shokët e mi muzikant, kompozitor e këngëtar. Madje për njohjet e atyre që lexojnë këtë rall, honorar, pagesë, kemi marrë vonë edhe ai simbolikisht, e jo sa dëgjojmë shumë marramancë që marrin sot këngëtarët e njohur popullor. Sigurisht që kontributi im përmes këtij libri është modest, dhe tepër ai arsi respekt për të gjitha të plejat artistë që e mbajtën gjallë dhe i dhanë jetë Ahengur Shkodran, por edhe si obligim që gjithat pasuri këngësh të këtij Ahengu që zotroja, ta sistemoja e tualia brezave të këngëtarëve popullor që do të vinë, që kënga dhe Ahengu popullor Shkodran të jetojnë sa të jetojë dhe populli ynë. Ndjehemi privilegjuar që jam pjesë e tij, por ndërkohë, lexuesi duhet të ketë parasysh se duke jo kushtuar gjithë jetën time Ahengur Shkodranun vetveti u shndërova në një fonotek të gjallë dhe duke qenë i bindur se ende kjo pasuri e madhe nuk është shtëruar. Tash të ftoj dashamirë të këngës popullore të vinë e të pinë ujë në këtë gurë të pashtershme. Përfundim, në këtë libër nuk mund ripa përmendur të gjithë kolegët e mi këngëtarë e instrumentistë, me të cilët kam darë një pjesë të mirë të jetës artistike, siç janë Big Ndoja këngëtar, së bashku me të cilin kam kënduar në estradën profesioniste për një çerek shekulli, dhe më pas Mark Kaftalli në violinë dhe drejtuesi i orkestrës së estradës profesioniste të Shkodrës, Luan Borova, fizharmonicist dhe drejtuesi i orkestrës së estradës profesioniste të Shkodrës, Bashkem Alibali këngëtar, Mukaddes Çanga këngëtare,
Violeta Zefi këngëtare, Enriketa Kuqani këngëtare, Florinda Endrek Gjergji këngëtar, Mefareta Laze këngëtare, Nazmi Lishi në fizarmonik, Abdullah Salubego në klarinete e kitar, Çesk Çefa në kitarë elektrike e kontrabas, Fatbar Smaja në klarinet, Kujtime Gerçi në dajre, Yti Drishti në kitar, Njazi Burgia në jazz, Fatmir Mesi në jazz, Carlo Radoja në tromp, Gani Tahiri në tromp, Ilir Shaqiri në kitar, Luan Dagestani në fizarmonik, Ilir Zoga në fizarmonik, Agron Gruda në klarinet, Jak Vokri në violin, Çesk Vokri në fizarmonik, Ilirian Kalaja në klarinet, Bajram Domni në dajre, Bashkim Kasemi në fizarmonik, Mustaf Jakupi në violin. Si dhe të tjerë të cilët I përshëndes me gjithë zemër, veçanërisht ata që vazhdojnë të këndojnë me pasion këngë popullore shkodrane, pasi ajo është perla këngës shqiptare. Pra siç të kam marrë përsipër po paraqes përmes këtij libri, repertorin e këngëve të kënduara ndër vite, për sistemimin e daktilografimin e të cilave kam pasur ndihmën e pakërcyer të nipit tim, Smail Aliaj, dhe të djalit tim, Faik Alushi. Megjithatë, për një arsye apo për një tjetër, nuk janë pasqyruar të gjitha, pasi në bazë të një statistike repertori këtyre këngëve arrin në 700. Një pjesë të mirë të tyre nuk u dihen autorët, pra janë anonim, disa dhe dihet se kush I ka shkruar e kompozuar dhe mund të jenë hasur edhe në libra të tjerë të këtij lloji. Jam përpjekur të sjell diçka të veçantë. Koha do ta vërtetojë nëse ja kam arritur. Por nga që e ndjeva veten Burgjli, ndaj Ahengut Shkodran, thash t'ja laj një pjesë të borxhit përmes kësaj rruge, botimit të këtij libri. Shoqëria Alushi, artisti merituar, Shkodër, shtator 2007.